Përshëndetje të dashur miq. Jam shumë e lumtur dhe entuziazmuar që në këtë video të ndaj mesazhet në lidhje me hënën e plotë në këtë korrik në shenjën e ujorit, e cila do të jetë në datën 29, por ju mund të shikoni për më tej se në cilën datë fiks, nëse doni orën fiks, për shembull, do të ndodhet në fazën e saj të plotë në zonën ku ju ndodheni. Dhe sigurisht që mund të japim disa rituale, sidomos njëri që vërtet ishte shumë i bukur, më erdhi gjatë meditimit të sotshëm dhe vërtet e ndjej shumë të arsyeshme për të bërë, edhe vërtet në lidhje me energjitë e hënës së plotë. Dhe jam shumë e lumtur që gjithashtu të përdorim këto karta të reja. I kam marrë së fundmi. Më pëlqen vërtet shumë ngjyrat që kanë dhe vërtet iluzionet dhe imazhet e tyre dhe iluzionet, ilustrimet doja të thoja. Dhe sigurisht që do të mundemi të lexojmë intuitivisht figurat, por jam shumë e udhëzuar të lexoj dhe shpjegimin që ka secila prej kartave, sepse mund të ketë mesazhe aty për ju. Dhe do ta ndajmë në grupime, për shembull mund të zgjedhim 3 karta që ju mund të zgjidhni dhe të shohim se si do të vijojë. Si fillim një herë, 3 temat kryesore që mund të themi që kjo hënë e plot mbart janë çlirimi i frikrave, çlirimi i besimeve dhe çlirimi i gjithçka që u mban pas. Ne tani më e dim pra që hëna e plot, pra nëse keni ndjekur videot vazhdimisht, hëna e plot lidhet me manifestimin, por më së shumti lidhet me këtë iluminimin e gjërave për shembull që janë në nevojë për ndryshim në jetën tonë, që ndoshta kanë ngelur në vend numero, si të thuash rregulla apo standarda apo norma që mund të keni vendosur në jetën tuaj, rituale, rutina, të cilat ndoshta duhen updateuar, si telefoni që updatohet kohë pas kohe apo aplikacionet e ndryshme, e njëjta gjë. Pra, jeta jonë her pas here kërkon një updatim. Ndoshta në disa sfera të jetës son apo ndoshta në tërësi. Dhe këtë do të mundur kjo hënë e plot, pra që të shohim qartë cilat janë sferat e jetës sonë që duan ndryshim. Çfarë specifikisht duhet të ndryshojmë? Çfarë për shembull po më tërheq vazhdimisht ta njerëz në jetën time? Duhet të jetë një besim. Cili është ky besim? Të ulem dhe të reflektoj, që të mund ta çliroj, të vendos një besim të ri, të krijoj një rutinë të re dhe të tërheq në një mënyrë tjetër. Pra, për gjitha këto na ndihmon shumë kjo hënë e plot. Dhe duke qenë se është në shenjën e ujorit, lidhet shumë me emocionet amplifikuara. Dhe e di që shumica e kanë të vështirë që t'i projektojnë emocionet apo sidomos kur janë shumë të amplifikuara. Ju mund të shikoni ëndra në det apo me liqen, me oqean, sepse secili ka frekuencën e vet. Deti, liqeni dhe oqeani janë shumë të ndryshëm. Edhe vetë nga përmbajtja, nga ngjyra, nga energjia, nga gjithçka. Dhe mund të shikoni ëndra sikur zhyteni, sikur merrni ose nuk merrni do të frym në ujë, sikur keni frikë të futeni në ujë, apo futeni lirisht dhe e shijoni ujin dhe ju pëlqen, për shembull, mund të shikoni ëndra me një det të trazuar apo ëndra me një det të qetë. Dhe gjitha këto janë shenja për ju dhe sidomos gjatë kësaj periudhe janë shumë shenja të bukura, me që lidhet dhe me shenjën e ujit, pra dhe me emocionet. Prandaj, e mira është që të uleni me emocionet tuaja, të reflektoni, mos t'i shmangeni atyre. Bëjni miket tuaja, unë gjithnjë e them këtë. Mos i shikoni si armike tuaja emocionet dhe gjithçka që del, frikra, dyshimet, besimet, janë aty për t'ju mësuar diçka dhe janë aty që pasi ju t'i kaloni, të bëjni një vete më e mirë, më e përmirësuar, më në përputhje me të vërtetën tuaj. Ndoshta të ndryshoni drejtimin e jetë, duke qenë se përputhet me këto vlerat e reja. Ndoshta të ndryshoni mënyrën se si jetoni jetën dhe njerëzit me të cilët kaloni kohën tuaj dhe jetën tuaj të bukur. Pra gjithçka mund të ndryshojë vetëm me një ndryshim të vogël të një mendimi, të një besimi. Dhe ndonjëherë njerëzit ose të gjithë ne në fakt nuk e kuptojmë se sa e rëndësishme është kjo, dhe sa me vlerë është dhe sa peshë ka në jetën tonë, që thjesht një mendim mund të na ndryshojë jetën. Thjesht një ndryshim, për shembull sot të bëj diçka ndryshe që s'e kam bërë ndonjëherë, mund ta bëj të shkojmë në një vend që takojmë një person i cili na ndryshon jetën. Pra thjesht të gjërat e vogla ndonjëherë e bëjnë ndryshimin. Ndryshimin mos e mendoni se diçka duhet të ndodhë diçka e madhe që jeta ime të ndryshojë. Ndonjëherë janë këto gjërat e vogla, hap pas hapi që ndryshojnë jetën tonë. Nga ana tjetër, tema e dytë është ju doni të jeni të lirë nga diçka. Ndoshta nga këto besime limitime, ndoshta nga rutina dhe obsesione që mund ta keni të vështirë që t'i lini të shkojnë, dhe keni shumë të dëshirën që të çliroheni prej tyre. Dhe është më se e kuptueshme sigurisht. Por ideja është që
Për shembull, tani u topa pak se po shikoj që nuk pas kam shumë vend në galeri. Dhe kjo lidhet shumë me mesazhin. Pra, nëse ju nuk keni vend në jetën tuaj për gjërat e reja, ato nuk mund të vinë dhe nuk kanë ku të vinë. Për shembull, nuk kam se si të bëj një video tjetër nëse galeria është full. Kjo është ideja, pra duhet të largoni disa foto, disa kujtime, disa besime, disa ngjarje, emocione, frikra, besime, të cilat nuk ju nevojiten më, ju kanë shërbyer për këtë periudhë kaq vjeçare për shembull në jetën tuaj dhe falenderojini për këtë. Por tani më bëni vend për diçka të re. Rinovojini, është si të thoni për shembull, këto mobilje në shtëpinë tuaj ju kanë shërbyer për kaq vite. Por tani më ka ardhur koha ta rinovoni shtëpinë tuaj, të rinovoni dhomën tuaj, të merrni mobilje të reja dhe komplet jeta mund të ndryshojë, ndoshta të ndryshoni shtëpi komplet. Kjo është ideja. Dhe nga ana tjetër, tema e tretë që vjen shumë pa ne cekën pak është tema e iluminimit dhe tema e të vërtetave, të cilat ju po i zbuloni, jeni në këtë rrugtim për të zbuluar, qoftë të vërtetat për veten tuaj, qoftë të vërtetat për diçka që ju doni të dini, për jetën, universin, për qoftë edhe besimet, si besimet programojnë jetën tonë, pra mund të futeni thellë dhe të kërkoni në këto tema, apo thjesht disa të vërtetat të cilat kanë qenë të fshehura dhe ju nuk e dinit. Është si të them, po shikoj tani një liçen dhe disa sende apo disa këto të vërteta pra që janë në thellësitë e liçenit, por liçeni nuk të lejon të shikosh deri në fund të tij dhe prandaj ju nuk i keni parë, pra ka qenë emocione të turbulluara, jo qartësi, jo sinqeritet në marrëdhëniet tuaja romantike apo platonike apo në familje. Dhe kjo ka bërë që ju nuk shikoni dot, pra ka bërë të mundë që nuk shikoni dot këtë pjesën e si unë që harrova të them këtë fjalë, pra ka patur një mangësi aty, një hallk të paplotësuar, një puzzle që nuk ka qenë në vend dhe ju ndoshta e keni vërejtur këtë, por thjesht keni menduar nuk ka problem, sepse duke qenë se i doni këta njerëz, nuk ka problem. Pra e dini që ka diçka që mungon, ndoshta intuitivisht e ndjeni, ndoshta edhe jo, por për ata që janë intuitiv shumë, e ndjeni që ka diçka të pathënë, një të vërtetë të pathënë, diçka që po fshihet. Por nuk është se keni dashur që të merrni me të. Pra ose keni dashur dhe po e gjeni këtë të vërtetë, që ka të bëjë me komunikimin, ose thjesht ajo po del natyralisht në sipërfaqe dhe ju do të mësoni shumë shpejt për këtë. Duke kaluar tani më tek këto karta të bukura dhe në fund, le të themi dhe ritualet, për të gjithë ata që i pëlqejnë ritualet, duke qenë se janë të reja janë pak të vështira për tu trazuar, por që do të mund të zgjedhim të paktën 3 prej tyre, me që përmendëm 3 tema kryesore të energjisë së kësaj hëne. Ju mund t'i shikoni të 3 grupimet. Ose mund të zgjidhni njërin prej tyre intuitivisht, ose thjesht sepse janë njësoj karta dhe nuk është se mund të zgjidhni dot shumë ndërmjet backgroundit. Dhe në fakt është shumë i bukur, po ta shikoni, është vërtet me ngjyra shumë të bukura dhe vetë kartat janë të tilla dhe më pëlqejnë shumë. Dhe lidhen shumë me pjesën e astrologjisë dhe hënës, dhe prandaj unë deva uzuar që t'i zgjedh këto karta. Për të parë, ndoshta edhe nga libri se çfarë duan të na thonë, dhe sigurisht unë deva uzuar që të marrë dhe energjinë e pjesës së sipërme të gjitha prej kartave, që në fakt që ka një kartë shumë e bukur që lidhet me polin tonë të veriut, pra të gjeni qëllimin tuaj të vërtetë të ekzistencës në këtë jetë, dhe ta deklaroni dhe ta ndiqni atë. Siç e shikoni, ne folëm pak për këtë, pra që këto të vërteta apo këto ndryshime mund t'ju bëjnë që të gjeni qëllimin tuaj të vërtetë në jetë, ndryshimet e besimeve tuaja, të rutinës, dhe siç e shikoni, pra duket sikur po udhëzoni hap pas hapi, ndoshta duke gjetur të vërtetë pas të vërtetë, duke iluminuar një ori pas një orie. Siç e shikoni, çdo rreth i vogël sikur po krijon rrugën për qëllimin tuaj specifik. Dhe është vërtet një vizualizim shumë i bukur, ngjyrat janë shumë të bukura, si ngjyrat e ylberit. Pak a shumë, por më së shumti në këtë kartë janë iluminuar ngjyra jeshile, roz, lila, blu, e bardhë, e verdhë. Këto. Pra ngjyra vërtet shumë të bukura, unë po e mbaj për ju, ndoshta mund të ketë një signifikancë, mund të shikoni diçka që unë ndoshta nuk po e vërej, apo thjesht intuita juaj ju drejton në mesazhin e duhur. Dhe mund të jetë si aktivizuese për ju. Kjo është ajo që po dëgjoj. Pjesa në mes duket si një diell shumë i bukur që shkëlqen, pra në momentin që ju gjeni synimin tuaj në jetë, ju shkëlqeni natyrisht, ju rrezatoni dritën tuaj, ju duket sikur buzëqeshni së brendshmi, si të thuash, dhe lumturia juaj rrezatohet kudo në të gjithë
Dhe të gjithë përreth mund ta ndjejnë, pra si një diell që të gjithë mund të ndjejnë rrezet e diellit, nuk ka rëndësi ku ndodhen, në cilën pjesë të botës, pra thjesht mund ta ndjejnë edhe energjetikisht këtë, në momentin që ju vërtet po bëni diçka që ju doni ta bëni, dhe duket sikur jeta juaj zgjatet natyralisht, pra duket sikur vërtet ky diell ose kjo energji e juaja po ju rigjeneron çdo qelisë të trupit tuaj. Por le të shohim se çfarë vërtet thot leximi. Është në anglisht, por unë po e përkthej teksa po e lexoj. A jeni gati që të adaptoheni, si të thuash, apo shpirti juaj të jetë i adaptueshëm mjaftueshëm për të përmbushur fatin tuaj të vërtet, pra qëllimin e ekzistencës suaj? Dhe në fakt këtë ndjeva, por harrova ta them në lidhje me malet, që është një rrugtim i bukur që mund të ketë të paperitura, mund të ketë uljet dhe ngritjet e veta, ama kjo është pjesë e rrugtimit, kjo është ajo që po dëgjoj, pra nuk do të kishte kuptim nëse për shembull ne nuk do të kishim këto ulje dhe ngritje dhe çdo gjë do të bëhej mërsitshme. Imagjinojeni të kishit një rrugë të drejtë që duket si e pafundme dhe duket sikur s'ka fund. Mamaja ime për shembull sa herë që ne udhtojmë dhe ka rrugë të drejta, i duket si një përjetësi e gjithë rruga. Por në momentin që ka kthesa, duket sikur të humbet mendja, shikon gjëra të ndryshme, pemë e të tjerë. Pra kjo është ideja, në momentin që ka edhe këto devijimet e veta, ka këto dinamikat e veta, e bën diçka më interesante. Është edhe si puna një filmi që nëse nuk ka ato dinamikat e veta një film, a nuk do të ishte i mërzitshëm, pra thjesht ka qenë një film bajmën që një grua ngrej në mëngjes dhe bënte po të njëjtën gjë çdo ditë, dhe kështu ishte filmi. Dhe mesazhi që unë mora prej kësaj ishte që shumica e njerëzve ngelen të zhgënjur në fakt që çfarë ishte ky film, por ideja është që ja pra kur bën gjëra monotone, të duket si e mërzitshme dhe duke e parë të reflektuar, mund ta kuptosh më mirë për veten tënde. Se ndonjëherë njerëzit e jetojnë jetën në këtë lloj mënyre dhe pastaj pyesin pse jemi të mërzitur, pse s'kemi energji e të tjerë, sepse duhet pak dinamizëm, duhen gjëra të reja, aventura. Dhe prandaj duhet parë si miq tan dhe jo armiq tan në këtë rast. Dhe shumë bukur këtu po tregohet që për shembull nëse jetojmë në zonën e komfortit, kjo nuk na ndihmon të rritemi. Pra është si kjo që ne sapo përmendëm, që diçka monotone për shembull do të na mbajë në vendnumëror, rutinat e zakonet e përditshme që ne folëm, pra që ndoshta duhen një rinovim, do të na mbajnë me po të njëjtat rezultate. Pra nëse ne duam rezultate të reja në jetën tonë, në lidhje, në marrëdhënie, në punë, në çfarë do lloj gjëje, ne duhet të bëjmë diçka ndryshe apo jo. Duhet ta thyejmë pak të akullin, duhet të bëjmë siç tham për shembull që sikur një gjë e vogël të bëjmë ndryshe këtë ditë, mund të takojmë një person që na ndryshon jetën. Pra kjo është ajo që ne tham në momentin e leximit të energjisë. Pra duhet të jemi pakës më të guximshëm dhe të mos kemi frikë nga e panjohura, por ta shohim si diçka entuziazmuese për ne, që edhe vibrimi jon të rritet, pra si të thuash, vërtet vibrimi jon ndryshon, kur jemi të entuziazmuar ndryshon rrahjet e zemrës dhe ne thjesht domethënë ndryshon mënyra se si mendojmë vazhdimisht dhe sikur mendja jon hutohet. Pra në momentin që ne bëjmë të njëjta gjëra, mendja jon na mban në comfort zone. Por në momentin që ne bëjmë diçka të re, pa e dëgjuar mendjen, por zemrën tonë, mendja hutohet dhe nuk di se si të na mbrojë për shembull që të rrim në comfort zone. Dhe natyralisht ne provojmë gjëra të reja. Sepse mendja ka synimin që të na mbajë në një kuti, në vendnumëror, në comfort zone, për të na mbrojtur ndoshta. Por ideja është që ne jemi bërë për të rritur, për të zhvilluar, për të bërë aventura të bukura, për të krijuar gjëra të reja, për ta shijuar këtë jetë, sepse fundja mendojeni si mundësia juaj e vetme. Dhe mendojeni sikur, si të thuash, çdo ditë mund ta mendoni sikur është dita juaj e vetme dhe çfarë mund të bëj që të jetë dita më e bukur e jetës sime, sikur vetëm këtë ditë të kem, pra, të jap maksimumin, cilat janë gjërat që do të doja të bëja në këtë ditë. Dhe kjo do të ndryshojë komplet perspektivën. Pra mund ta shikoni për një ditë, për një javë, për një muaj, 3 muaj. Kjo ndryshon vërtet perspektivën se si jetoni jetën dhe i bëni gjërat në përditshmërinë tuaj. Dhe pikërisht u thot se nuk po e lexoja, pra të jeni të guximshëm, ju ndihmon ju që të rrisni vibrimin dhe zemra juaj ka këto fluturat, si të thuash, në zemër apo në stomak. Pra mund t'i përjetoni të dyja. Dhe shpirti juaj e di apo intuita juaj e di se çfarë ju jeni të destinuar të bëni. Dhe intuita pra është gjithmonë ajo që na drejton ne jashtë comfort zonit që ne të mund të gjejmë këtë gjë. Pra, është gjithmonë jashtë comfort zonit tonë, nuk është diçka që ne kemi bërë gjatë gjithë kësaj kohe. Pra mos ju friksoni ndryshimit, kjo është ideja, dhe mos e mendoni si diçka shumë të madhe, ne e tham që bëjeni hap pas hapi, po qesh sepse po shikoj kartën tjetër pasaj që thotë
Kjo mund të lidhet me martesën sepse duket si unaz, një çift në sfond dhe thot pra që të si të thuash propozimi, martesa që jeni bashkë me njëri tjetrin, por thjesht duhet që të jeni të dedikuar. Pra siç është martesa që kërkon dedikim, përkushtim, respekt. Dhe sapo pata një sinjal në veshin tim të djathtë, kjo mund të jetë një mesazh shumë i rëndësishëm për dikë. Ndoshta në martesën tuaj, pra siç mund të jetë martesa që kërkon këtë respekt, që kërkon përkushtim, që kërkon mirëkuptim, komunikim të sinqert. Edhe vetvetja juaj në këtë rrugtim kërkon po të njëjtën gjë. Pra, ju do të krijoni këtë marrëdhënie tamam si në martesë me veten tuaj, që të mos ta lini veten në baltë. Ka ditë të mira të këqija, të mos ta lini veten asnjëherë pra vetëm, të jeni miku dhe suporti më i mirë për veten tuaj. Sigurisht që të kemi njerëz të tjerë që e bëjnë këtë për ne, është diçka e bukur, por ne duhet të jemi kryesorët që e bëjmë për veten tonë parsisht, sepse veten e kemi për gjithë jetën. Dhe nëse nuk e kemi këtë marrëdhënie me veten, çfarë mund të presim nga të tjerët një herë? Dhe pse duhet të presim nga të tjerët? Ama nëse kemi dikë i cili na suporton, që mund të jetë partneri ose partnerja juaj në këtë rast, patjetër që po kjo është gjë më e bukur që mund të ekzistojë, sepse përveç energjisë tuaj, suportit tuaj, ju keni dy fish support, si të thuash. Dhe ishte shumë energji e bukur. Le të kalojmë tani te grupimi numër 1, 2 edhe 3, duke i marrë radh pas radhe. Karta e parë që erdhi për ju, në fakt, lidhet shumë me pjesën e reflektimit që ne folëm. Unë kam parë shumë zogj së fundmi si sinkronicitete, mund të jenë edhe për ju, pendë të ndryshme, zogj, pash madje edhe një skifter të bardhë, pardje në mos gaboj. Dhe ishte hera e parë në jetën time që shikoja një skifter të bardhë, përveç se në foto do me thënë. Dhe zogj lidhen vërtet shumë me pjesën e të paturit një perspektivë të lartësuar. Jo më kot i thonë, të shikoni si zogjt, pra ata gjiten lart dhe shikojnë çdo gjë si nga avioni nëse keni qenë. Shikojnë çdo gjë për së lartmi dhe duken çdo gjë tamam si një pikturë, si një panoramë. Dhe ju mund të kuptoni për shembull që kjo rrugë të lidh me këtë qytet dhe të çon këtu, por pas ka edhe tegzime të tjera kjo rrugë. Por kjo gjë po ndodh për këtë arsye, po kjo lëndina për shembull na lidh me këtë lëndinën tjetër, edhe të tjerë gjëra që kur je pikërisht në atë lëndinë nuk e kupton se çfarë ka për te, sepse ka shumë gjëra që janë si shtresa, si të thuash iluzione e të tjerë që nuk të lënë të shikosh për te, pasi këto stresat këtu. Dhe duket sikur po të ngjitesh sipër në, si të thuash, si një zog, por në rastin tonë do ta shpjegoj se si mund ta bëjmë. Duket sikur kjo perde hapet dhe ju mund të shikoni pa pritur. Dhe në rastin tonë ne mund ta bëjmë këtë shumë bukur duke ulur mbrapa dhe duke reflektuar. Gjë që kjo hënë plot na ndihmon. Pra thjesht duke reflektuar mbi këto situata, mbi këto zakone, mbi këto dëshira, mbi këto marrëdhënie, mbi sfera të ndryshme të jetës sonë. Kjo na bën të mundur që ne të shohim nga një pushpamje më e lartësuar në jetën tonë dhe kemi më të lehtë që të dimë se çfarë duhet të ndryshojë. Pra me qëllim që unë të arri këtu, në këtë destinacion për shembull, apo nuk e di për këtë që unë dua, unë do të ndjek këtë rrugë. Dhe duke bërë një hartë në mendjen tuaj, ju e keni më të lehtë që të navigoni rrugën tuaj, këto hapat që ne përmendëm. Por ajo që po dëgjoj është që për disa prej jush mos u mundoni që të zgjidhni çdo gjë me mendjen tuaj. Dëgjoni zemrën një herë. Mendja do t'ju mbaj vazhdimisht në vend numëros, siç e shikoni, do t'ju rrotulloj her pas here, do t'ju mbaj në këtë loop, si të thuash, të mbi mendimit, overthinking. Kjo çon në dhimbje koke, kjo çon në, për shembull, nuk merrni dot vendime, si të thuash, dhe prandaj sugjeroj shumë që të mos ta lejoni mendjen të bëhet zoti juaj, por ju të jeni, si të thuash, ata që e përdorni për më të mirën e mundshme mendjen tuaj. Sepse është një mjet shumë i mirë që ne kemi, që mund ta përdorim për të manifestuar, për të ndryshuar jetën tonë, për të bërë ai që ne duam të jemi, për të gjetur synimin pse ne jemi këtu, për të studiuar më shumë, për të eliminuar fazat e jetës tonë. Ka shumë gjëra pse mund ta përdorim dhe si mund ta përdorim mendjen tonë, por ideja është çfarë zgjedhim ne. A zgjedhim të përdorim këto gjëra apo zgjedhim ta lejmë mendjen të na drejtojë, të na udhëzojë, të bëhet zoti jon, të na për shembull të na thotë gjëra që nuk janë të vërteta për ne apo që ne nuk duam t'i dëgjojmë, por vazhdojmë të dëgjojmë vazhdimisht dhe të na krijojë jetën tonë në background, si të thuash. Pra zgjedhja është e jona. Por për më shumë le të lexojmë tani se çfarë thot vet libri i shpjegimit për këtë kartë. Pra, ta mbaj për ju që ndoshta gjatë kohës dhe e shikoni, mund t'ju ndihmoj. Pra, të paturit të një shikimi si një zog, pra si thuash, të lartësuar. Harrova të them që edhe ju mund të jeni një shenjë ajri në horoskop dhe naturalisht ju jeni për shembull overthinkers apo
thjesht ju pëlqen të mendoni dhe të zgjidhni, jeni analizues, ju pëlqen që të përdorni analizën dhe aspektin analitik kur merrni vendime. Dhe nuk ka asgjë të keqe këtu, madje kjo çon në vendime shumë të mira për liderat e të tjerë në punën tuaj, ndoshta edhe në jetë, sepse ka njerëz që vërtet operojnë shumë mirë kur dëgjojnë mendjen e tyre, por gjithsesi mos e lejoni mendjen që të bëhet zoti juaj. Dhe përgjithsisht zemra na drejton në rrugtimet më të bukura. Pra thjesht bëhuni të vetëdijshëm në momentin që ju filloni dhe të bimendoni, këtë thot në fjalën e parë. Dhe përdoreni mendjen tuaj të bukur për gjëra të bukura. Është pikërisht ajo që ne sapo folëm. Sigurisht që ti je objektiv është gjë e mirë. Pra, siç e tham ne që ndonjëherë të qendrit objektiv ndihmon të marrim vendimet e duhura, sidomos në punë, në mjedise ku vërtet duhet të jemi objektiv dhe nuk duhet të përfshijmë emocionet, si të thuash, apo ndjenja që të mund të na ndikojnë. Elementi i ajrit në astrologji lidhet shumë me të menduarit dhe me aspektin social, kështu që tani është koha që të jeni më intelektual në veprimtarinë tuaj dhe të filloni që të rrihni idetë, si të thuash, me të tjerët, pra duke qenë se lidhet me mendjen dhe me aspektin social. Pra mos u bëni thjesht, si të thuash, kështu siç them unë dhe pik, kështu siç mendoj unë dhe pik. Merrni dhe mendimet e të tjerëve. Shikoni perspektivën nga një aspekt më i lartësuar dhe merrni në konsideratë perspektivën e të tjerëve dhe shikoni me lente më të zgjeruara, si të thuash, si të vendosni një lupë dhe gjithçka papritur zmadhohet. Dhe për gjithë ata që janë duke vuajtur nga këto gjërat e vogla, si të thuash, që ju bëjnë të mbimendoni, po të ngrihemi dhe të shikojmë siç ne thamë në këtë perspektivën e lartësuar, do kuptojmë pse ndodh, do kuptojmë arsyen, ndoshta thjesht do iluminohemi që kjo ne plot na ndihmon dhe do të shikoni që vërtet ndoshta shqetësimi juaj ka qenë i kotë. Këto ishin mesazhet e kartës së parë. Tani më duke kaluar te karta e dytë, që lidhet me reputacionin. Ju mund të shikoni se ku e keni shenjën tuaj të midheaven, sepse kjo mund të ndihmojë shumë që të kuptojmë më mirë këtë lloj energjie. Ajo që unë po ndjej në fakt është që ndonjëherë ne jemi bllokuesit më të mëdhenj të rrugës sonë në këtë reprezentim. Ndonjëherë ne vihemi vetë në si pengesë në rrugën tonë për të arritur atë që duam. Dhe nga ana tjetër ju duket sikur vërtet keni mendimin tuaj, botën tuaj dhe nuk afektoheni nga mendimet e tjerëve, që unë po i shoh që janë të gjitha këto rreth e qartë. Pra jeni shumë konfident në vete, sepse dhe mënyra se si po qëndron personi është konfident. Por kjo konfidencë juaj fshet pasiguri. Kjo është ajo që po ndjej, sepse një njeri konfident nuk i mban duart të lidhura kështu, pra duket sikur ju po fshihni diçka, si të thuash, duke u përpjekur që të jeni të mëdhenj, po fshihni diçka që ju doni ta fshihni. Kjo është ideja që po ndjej dhe kush e kupton, është një mesazh shumë specifik. Nuk ka asgjë të keqe këtu, por thjesht duhet të jemi të sinqert me veten, si të thuash, për këtë, që të punojmë dhe ta rregullojmë, sepse nuk ka asgjë të parregullueshme. Dhe të shohim se çfarë thot libri për këtë. Pra vizibiliteti juaj është shumë i lartë në këto momente, dhe reputacioni juaj pra mund të variojë, kështu që është koha që të merrni kontroll mbi narrativën tuaj dhe thjesht të punoni mbi paraqitjet tuaja, si thua, për në kuptimin se si u shohin të tjerët. Pra ideja është ju e vrisni pakës mendjen se si u shohin të tjerët, opinionet e të tjerëve. Ose çfarë mund të mendojnë të tjerët, pra me këto topat rreth e qartë, çfarë mund të mendojnë për atë që ju po fshihni, dhe prandaj ju përpiqeni ta fshihni vazhdimisht. Pra shikojini në kartën tuaj astrologjike se çfarë shenje keni midheaven, sepse mund t'ju ndihmoj. Dhe ka të bëjë me personin publik që ju paraqisni në vetë realitetin tuaj. Pra në varësi të shenjës që ju keni, mund të ketë edhe më shumë kuptim, por ka të bëjë me paraqitjen se si të tjerët ju shohin, si e paraqisni ju veten në publik. Pra si ju shohin vërtet njerëzit ju tani. Mund të jetë diçka e mirë, mund të jetë ajo që ju mendoni se të tjerët ju shohin, por mund të jetë komplet e kundërta. Pra ju mendoni se të tjerët ju shohin në një lloj aspekti, por ata ju shohin shumë ndryshe. Pra si ideja që në radhë të parë unë ndjeva që ky ishte konfident, ky person, por pastaj ndjeva që ka pasiguri. Pra disa persona ndjejnë këtë, disa persona ndjejnë atë, dhe ju vetë mund të mendoni diçka tjetër apo njërin prej tyre. Ajo që unë po ndjej, sepse këtu thotë që mund të ketë për shembull tash e themi për ju e të tjerë, por mos e vrisim mendjen për të tjerët. Kjo është ajo që unë dëgjova, pra ju nuk e vrisim mendjen për opinionet e tjerëve, për një grupim përjush, dhe ndoshta kjo është këshill që mos e vrisim mendjen për të tjerët, çfarë mendojnë për ju,
Dhe ideja është që ajo që më pëndimi këtë kartë është që t'jeni autentik, pavarësisht shenjës suaj. Nëse e gjeni se cila është shenja juaj në midheaven, pra, përpiquni të mbartni ato kualitete. Pra jo diçka tjetër që ju doni, sepse ju mund të mbartni për shembull diçka që nuk keni. Dhe prandaj duket sikur i lët njerëzit të dyzuar, është kështu apo ashtu tani, sepse ka individ që janë intuitiv dhe ndjejnë se çfarë jeni në të vërtetë. Ka të tjerë që i besojnë fasadës suaj. Dhe ideja është sa më autentik të jeni, aq më mirë është për reputacionin tuaj, për jetën tuaj, për marrëdhëniet e tuaja, për gjithçka. Prandaj, ajo që ndjej me këtë kartë është thjesht të jeni autentik. Ishte një mesazh i thjeshtë, i shkurtër, i qartë, pa gabime dhe thjesht o e bëni ose bëni. Sigurisht që do pakës punë, por me këto iluminime, me këto që ne tham, kjo kartë vërtet që ka për të gjitha përgrupimeve mendoj, pra hap pas hapi, ju po zbuloni veten tuaj të vërtet, mund ta shikoni këtë si vetja juaj vërtet autentike. Dhe ideja është që kur e zbuloni këtë veten tuaj të vërtet, bëhuni ajo dhe në momentin që jeni ajo, ju shkëlqeni më shumë se sa një diell. Sa një diell, por që shkëlqeni vërtet shumë së brendshmi, sepse jeni ju dhe nuk po përpiqeni të fshihni diçka, të shtireni, keni njohur çdo aspekteve të suaj. Dhe askush nuk mund të bëj thashë theme apo t'ju cënoj apo t'ju prek në një plag që ju se keni shëruar apo mund t'ju iluminoj diçka që ju se dini. Edhe sikur t'ju thot diçka që për shembull ju bën ju, sepse nuk ka të mira dhe të këqija për një person. Jeni thjesht ju, kështu siç jeni me gjithçka që keni në mënyrë më perfekte të mundshme. Dhe nëse dikush ju thot, ju e dini që e keni, ju e keni pranuar si pjesë tuaj, ju thoni po, faleminderit. Nuk është se thjesht shkoni në shtëpi, mërziteni dhe mendoni gjithë ditën që pse ma tha ky person këtë, po ndoshta kjo gjë që un kam është e gabuar, e të tjerë të tjerë. Pra ju e keni bërë këtë punë dhe nuk në momentin që ju e zbuloni veten tuaj dhe nuk e vrisi më mendjen çfarë thon të tjerët. Dhe është një gjendje shumë e bukur për të qenë, të gjithë për nesh. Dhe karta e grupit numër 3 qen ka vërtet shumë e bukur. Dhe më pëlqen shumë. Është toka. Dhe thotë qëndroni të tokëzuar. Ky mesazh po vjen shumë gjatë kësaj periudhe dhe e ndjej vërtet shumë dhe unë që sidomos muaji korrik nuk ka qenë shumë muaj qershor, jo një herë, të paktën personalisht, por edhe për një grupim njerëzish që unë mund ta them me siguri, nuk ka qenë stable, si të thuash. Dhe ka qenë e nevojshme shumë pjesa e tokëzimit, të kaluarit të kohës të natyrë, pranë pemëve, meditimit apo thjesht reflektimit. Pra siç e shikoni edhe vetë toka nuk është në ajër, por është në një platformë. Pra është e tokëzuar, është me kënd në tokë. Dhe ideja është që po e lidh shumë edhe me këtë misionin, pra kjo vërtet u lidh me gjitha prej kartave. Ju jeni këtu ndoshta për të aktualizuar diçka. Ju mund të ndjeni vazhdimisht sikur nuk jeni të tokëzuar, sepse ndoshta jeni shumë në kokën tuaj. Dhe ndoshta po mendoni shumë se çfarë të tjerë t'ju thonë. Dhe ndoshta po i bimendoni ngjarjet dhe skenaret e ndryshëm, ndoshta po lodheni shumë për të qenë dikush që nuk jeni dhe të gjitha këto po ju mbajnë, si thua, në ajër, në vend që të jeni këtu, të shijoni bukuritë e natyrës, të shijoni vetë tokën, të shijoni çfarë toka ka për të na ofruar ne, që ka shumë energji pozitive, të mira, resurse në çdo fushë të ndryshme të jetës suaj. Dhe ideja është që nëse ne, për shembull, nuk kemi në të tashmen, këtu dhe tani, është si të thuash, po shikoj një film në kinema, por unë e kam mendjen tek diçka tjetër, dhe po mendoj për shembull çfarë kisha sot për drek, çfarë do bëj nesër, po nesër në punë çfarë kam për të bërë, po kur të dalë këtu çfarë do të bëj, dhe kur të dilnish aty, nëse ju pyesi për shembull si ishte filmi, ju do të mendoni pse nuk e pat, sepse nuk kishit aty në të tashmen. Dhe filmin mund ta shikoni si jetën tuaj. Pra jeta juaj është këtu. Jeta juaj është në të tashmen, jeta juaj po zhvillohet në këtë moment. Me gjëra që keni përreth, shijojeni, bëni minjos për to. Nuk janë më kot aty. Dhe gjithçka që është përreth e keni krijuar ju. Nëse nuk ju pëlqen, mund ta ndryshoni, siç tha mesazhin në fillim. Pra shikojeni si çdo gjë që ju rrethon është e juaja për ta shijuar këtu në tokë. Eksperiencën, jetën, njerëzit, marrëdhëniet, gjithçka. Por duke qenë në mendjen tuaj, duke menduar, duke bianalizuar, bimenduar, kjo nuk mban në të tashmen dhe jeta juaj mund të kalojë në këtë mënyrë, siç tham, jetë mundane, ndoshta një jetë pa shumë gjëra të bukura që ju mund t'i kujtoni në fund të jetës, pra thjesht jeni ngritur, keni shkuar në punë, keni ardhur në shtëpi, kaq. A do donit ju që vërtet kjo të ishte jeta juaj? A do donit ju që për shembull çfarë do të kishit për t'ju treguar fëmijëve, nipërve dhe mbesave?
Çfarë do të kishit për t'u treguar për shembull, apo për të lënë pasi të thuash, apo thjesht për kujtimet tuaja. Diçka të bukur. Sepse vërtet ju mund të bëni të gjitha këto, mund të shkoni në punë, por mund ta shijoni në punë, mund ta shijoni punën që bëni, mund të shijoni për shembull një kafe të mirë me partnerin ose partneren pas pune. Mund të shijoni udhëtime së bashku. Pra kjo është ideja, thjesht shijojini jetën në tokë sepse është për ju për të shijuar. Por le të shohim se çfarë mesazhesh ka në libër në lidhje me këtë kartë. Qëndroni të tokëzuar. Nuk ka rëndësi se sa ndjesi të mëdha vinë në sipërfaqe dhe sa negative janë mendimet tuaja, që janë si spirale në mendjen tuaj që ne e përmendëm pjesën e spiraleve tek karta e ajrit, e mendimeve tuaja dhe ndjesit në fillim, pra që lidhet shumë kjo hënë e plot me ndjesit tuaja dhe që mund të jenë shumë të amplifikuara, po të mëdha, të rënda, nuk e di, diçka e tillë. Është e rëndësishme të qëndroni të tokëzuar në realitet tani. Pra shpirërisht kjo që ne sapo folëm. Elementi tokës në astrologji lidhet shumë me botën e prekshme. Kështu që kërkon praktikalitet dhe të qenurit të vërtet. Fokusoni në çfarë po ndodh rreth jush dhe mos u shqetësoni për gjërat që nuk janë në kontrollin tuaj. Është pikërisht ajo që ne po flisnim. Pra shijojeni jetën dhe mos qëndroni në kokën tuaj dhe të lini filmin e jetës suaj të kaloj dhe t'ju iki nga duart, si të thuash. Të jeni të ndjeshëm dhe me këmbë në tokë në lidhje me situatat tuaja, sigurisht nëse lidhet për shembull me parat apo me karrierën tuaj apo qoftë edhe në punë, pra shqetësimet që mund të keni, mund të ndihmoj shumë që t'i menaxhoni në mënyrë më eficiente të gjitha këto. Pra thjesht jeni të ndjeshëm, ti ndjeni emocionet dhe ajo që ne tham, pra mos ju trëmbni emocioneve dhe ndjesive. Janë këtu që ju t'i përjetoni. Mos i shmangni, mos i ignoroni, mos i fusini në një kuti, se do amplifikohen më shumë. Shijojni, ndjejini emocionet, shijojni mjedisin, shijojni çfarë po ndodh. Këtu dhe tani për shembull sikur 5 minuta mund të jetë një ritual për këtë kartë dhe për të gjithë që janë në këtë moment të videos. Thjesht të shijoni për 5 minuta çdo gjë që keni përreth. Pa menduar për asgjë tjetër, thjesht të shijoni këtë pemë, këtë zog që po këndon, liçenin, rrugën, njerëzit, të stol ku jam ulur, tokën që po më mban, ajrin që po më bën të mundur që të mund të jetoj, të marr frymë, syt që po më bëjnë të mundur të shikoj, vetë qëndësinë time, vetë këto ndjesi që po përjetoj, lumturi dhe flutura në stomak apo në zemër teksa shikoj këta fëmijë që luajnë, të entuziazmuar, apo një ndjesi sikur jam edhe unë fëmijë tani më kujton fëmijërinë time, e të tjerë. Pra gjitha këto nëse qëndroni do të ketë shumë më shumë gjëra dhe ndoshta këto 5 minuta do shkojnë 10, gjysore, 1 orë e të tjerë. Dhe kjo do t'ju ndihmojë shumë. Merrni një frymë të thellë, një frymarrje të thellë dhe besoni që gjithçka është e zgjidhshme. Nuk ka pse të shqetësoni. Pra merrni një frymarrje, shijojni jetën tuaj, që është një dhuratë për ju. Ishte mesazhe shumë të bukura vërtet, sidomos ky grupimi i fundit për mua. Vërtet ishte një mesazh shumë i vyer dhe vetë ajo që unë dëgjova. Tani më le të kalojmë tek pjesa e ritualeve. Do doja shumë përpara se të kalojmë të dija në komente se sa rezonuan këto mesazhe me ju, cilin grupim dëgjuat, ndoshta i dëgjuat të treja. Sa rezonuan vërtet me ju këto mesazhe? Jam shumë i lumtur të di në komente dhe shumë kurioztare të di vërtet. Dhe duke kaluar tek ritualet, duke qenë se tham cilat janë këto besime që ne duam të çlirojmë, mendime, ndjenja të tjerë, mund t'i shkruani në një letër. Sepse unë gjithnjë e them, dhe është vërtet e provuar, që po ta kaloni nga mendja juaj në letër, ajo tani më iku për jush. Pra mendoni sikur nga ju u kanalizuan në letër. Ky është hapi i parë shumë i rëndësishëm. Pastaj këtë letër mund ta grisni, mund ta hidhni, mund ta digjni. Këto janë rituale që tregojnë që ju vërtet po i largoni nga jeta juaj. Ju i pat, i nxorët për jush. I pat, i ballafaquat, mund ta gjeni letrën përballë, mund t'i lexoni, mos ju trëmbni. E grisni dhe kjo është si një thritje që ju vërtet i çliruat dhe bë të vend që të gjitha këto që çliruat të zihen, si të thuash, apo të vinë gjërat të tjera më të bukura. Dhe nga ana tjetër rituali shumë i bukur, para se të kaloj tek ai, mund të rikarikoni veten tuaj, ujin tuaj me synime specifike dhe më pas ta pini me kode shëruese, çfarë të doni ju, kode bukurie, kode mirëqenieje. Mund të karikoni veshjet tuaja, sentet tuaja, kristalet tuaja, veten tuaj, vetë në dritën e hënës së plot. Dhe rituali i bukur që më pas gjatë meditimit, që ishte si një mund ta quajmë ritual,
ishte që për shembull, të shikoni veten tuaj të vogël, në këtë pikë ku jeni, në anën tuaj të majt. Të shikoni veten tuaj në të ardhmen në anën tuaj të djathtë. Dhe ajo që pash ishte që secila prej këtyre veteve ju dha dorën. Dhe nga njëra anë, pra ju ose mund ta vizualizoni që vetja juaj e vogël po ju motivon që ju të mund të shkoni drejt vetes suaj që doni të jeni dhe e cila po ju tërhiq dhe po ju tregon hapat që ne tham. Ku ishte karta? Po. Hapat që ne tham për të shkuar drejt vetes suaj autentike, drejt misionit tuaj e të tjerë. Dhe nuk është një destinacion përfundimtar, pra aty fillon gjithçka. Kjo është ajo që po dëgjoj. Mos e shikoni si destinacion dhe mbaroi. Aty është pika ku fillon gjithçka. Pra ose mund ta shikoni kështu e curin, ose mund ta shikoni sikur kjo vete po ju motivon. Dhe ju po aktualizoni energjinë e pastër, të pafajshme, të shëndritshme që ka çdo fëmijë në fakt, këtu dhe tani. Dhe kjo vetja e së ardhmes po ju tregon rrugën, por ju po aktualizoni këtu, për arsye të thuash un jam ajo. Pra unë jam të dyja. Unë jam dhe vetja ime e vogël. Unë jam kjo që jam tani, por unë jam më së shumti ajo që unë dua të jem. Dhe të aktualizoni këtu dhe tani. Ti pranoni të treja momentet dhe ti sillni të gjitha në të tashmen që ne e lidhëm dhe me faktin e tokës. Pra të aktualizoni këtu dhe tani të gjithë këtë. Dhe është vërtet një ritual shumë i bukur. Dhe më pas pash që të gjithë këtë dëshirë tuajën, ëndër tuajën, veten tuaj që e patë se si keni qenë, ndoshta aspektet të fëmijërisë si doni ti mbartni tani, që kanë qenë të bukura për ju. Edhe veten tuaj, jetën, familjen, situatat, rrethanat, vendin ku jeton, profesionin apo karrierën që ka, ti aktualizoni këtu dhe në këtë tokë të bukur energjetik, të mund ta çlironi drejt universit, mund ta vizualizoni të gjithë këtë. Dhe mbani pjesën kopjen origjinale për veten tuaj, por një kopje e çoni drejt universit për si thjesht për t'i treguar që kjo është ajo që unë dua, kjo është ajo që unë jam, kjo është ajo që unë deklaroj këtu dhe tani. Dhe ju mund ta deklaroni në komente, mund ta shkruani, mund ta deklaroni me fjalë, mund të dilni para pasqyrës ta deklaroni, ka shumë mënyra si mund ta bëni këtë. Thjesht ju e deklaroni që unë jam kjo apo ky person dhe jam tani. Pra jo në një moment të dytë, jo kur jo në të ardhmen, jo pasi të ndodh kjo, jam tani. Dhe ta ndjeni dhe vërtet ta dërgoni këtë si një sinjal drejt universit. Dhe ky është një ritual shumë i bukur manifestimi, që mund të përdorni jo vetëm tani, por sa herë ta ndjeni të arsyeshme. Këto pra ishin gjithë ato që doja të ndaj me ju. Uroj vërtet shumë të kenë qenë iluminuese për ju, t'ju kenë ndihmuar, të ndihmoj gjatë kësaj periudhe të hënës së plot. Dhe shihemi video tjetër. Do të isha e lumtur të njihesha me komentet tuaja, me opinionin tuaj, si gjithnjë jam vërtet shumë injose, nuk e keni idenë se sa do thot për mua. Shumë faleminderit. Ne shihemi video tjetër, mirupafshim.